Përshëndetje të nderuar miq, në këtë fundjavë do të bëjmë një përmbledhje të situatës politike në Shqipëri, Kosovë, në rajonin tonë, pra në trojet tona, por edhe në rajon dhe më gjerë situatës gjeopolitike. Kemi në bisedat e shkura që e nisim me atë që ka ndodhur në Maqedoni, në Kosovë, por sigurisht në 2 javët e fundit, vëmendja është spostuar në Tiranë për shkak të protestave. Të gjitha këto çështje ne do t'i analizojmë me mikun e emisionit tonë, zotin Dritan Tali, me të cilin në çdo fundjavë zhvillojmë këtë bisedë, këtë rezume për atë që ka ndodhur. Zoti Tali, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, i përshëndes të gjithë ata që do të na shikojnë. Me shpresë se jemi interesant, do të jemi interesant unë e ti, do t'i informojmë edhe argëtojmë të njëjtën kohë. Sepse informimi pa argëtim është torturë. Ke parasysh lajmet në komunizëm sa përcilleshin. Besoj edhe në Shqipëri shumë pak, por në Jugoslavi fare nuk përse se ishin lajmet fata. Jam i sigurt që biseda do ketë plot gjyra, ashtu si të kaluarat. Shpresoj. Zoti Tali, protesta nisur në Tiranë, ka ardhur dhe në Londër, sot në orën 16 atje me të Tiranës dhe 15 me të Londrës, pra zhvillohet një protestë para ambasadës, ashtu sigur ka ndodhur edhe në fundjavën e kaluar në disa prej përfaqësive diplomatike, ambasada dhe konsulatat të Shqipërisë në Europë, por edhe përtej oqeanit, në Shtetet e Bashkuara dhe në Kanada. E njëjta gjë pritet edhe këtë fundjavë. Besoj se edhe ju mund të jeni pjesë e protestës atje, por së pari si e keni parë atë që ka ndodhur në Tiranë, edhe shpërndarja më pas në botë e protestës. Jemi bërë lajm botëror, pjesë e headlineseve kryesore në Shtetet e Bashkuara, e përplasjes me republikanët dhe demokratëve, reagime të shumta nga djali Bideni që ne diskutuam në mos gaboj edhe fundjavën e kaluar, edhe eksponentë të tjerë të lartë që kanë reaguar. Po, për këso lajme, Shqipëria sa herë që të bëhet, të futet në fokus, të them të drejtën, nuk më vjen mirë, sepse ishte një protest, apo është një protest shumë civilizuese. Mua disa miq nga Tirana mi dërguan disa rila, video inqizime, ku shieshin protestuesit pas protestës mbledhnin bërllogur, hedhurinat. Me familjarët, fëmijët në një cep jo në një cep, por në qendër të bulevardit duke pikturuar, pra ka qenë shumë familjare, shumë paqësore, pa incident. Ndoshta arma më e fortë ka qenë goditja me pambuk. Ashtu, po shikoni, ne jemi evropian, gjithmonë kemi qenë evropian, kemi kulturë evropiane dhe duhet të sillemi si të tillë. Sa herë që dalim nga vetvetja, atëherë bëhemi ti kursej për sjellësit me higjenë, mos të përdori fjalë jo hishme. Por kemi qenë për kritikat. Atë drojën që e pata në fillim, sidomos me involvimin e islamistëve edhe të Kosovës, por edhe ajo deklarata e Ramës se Irani bën luftë hibride, duke u mundu ja dhënë kahjen e një antisemitizmi demonstrate. Të them të drejtën, nuk është se nuk u frigova për faktin se jo vetëm se Shqipëria, po ne shqiptarët që akoma ndihemi si shqiptarë, jemi 500 vegjël në këtë qanin e madh. Andaj nuk guxojmë të futemi në ato detra ku lundrojnë peshkaqent. Pra, ne mund ta kritikojmë investimin për mungesë të transparencës, për korrupsion, po asesi nuk guxojmë t'i japim gjyrë antisemitike, sepse ajo do të na hakmarrët.
dhe ne nuk kemi fuqi që ti rezistojmë asaj si them, lobit hebraik gjithandaj. Do të kemi raport me zjarrin, as shumë larg, as shumë afër. Po nuk kem nevojë, dhe për më tepër kapitali nuk ka komsi. Pra, nuk duhet ashtu, ne nuk duhet ta shikojmë investuesin potencial, a është turk, a është arab, a është izraelit, a është gjerman, nëse është konform interesit ton, me transparencë, pa ndonjë korupcion të mundshëm, gjithkush është i mirë ardhur për të investuar. Kaq. Sa i përket protestës, unë munges të mundësive për të ardhur atje, për ndryshe do t'isha në shesh, kam vendos t'i bashkëngjitem bashkëqytetarëve Mërgatës këtu në Londër, edhe javën e kaluar ka pas një protest solidariteti me protestuesit e Tiranës, një protest shumë e mirë, shumë civilizuese, ka pas fjalime solidariteti dhe fjalime natyrisht proteste kundër regjimit Edwin Ramës. Është bërë një protest anti-establishmentit, anti-sistem. Nga Hamburg dhe Istanbul. Pra nga zvërnecit proteste për ambientalistëve kaloi politike. Po, zvërneci u përdor si zgjstralli. Ashtu si që ishte në Serbi ramja e Qatis, Pullazit, në stacionin e trenit në Novi Sad. Shqyr, për fat të ne nuk ka të lënduar akoma, pos ati brutalitetit që treguan gardianët ati projektit atje, po, fillimisht, por deri tashti nuk ka, pra është një protest, ta preki hundën për mos me marrë më sysh, shpresoj se kështu duhet të vazhdoj edhe besoj se do të vazhdoj. Edhe presim kjo gjenerata milenia apo gjenerata Z, cëtë lider do të na i qesin si përfaqe, jam shumë kurioz, pres të shoh kush do ta marrë udhëheqjen e kësaj proteste. Zotari, keni shumë eksperiencë nga ato që ju vetë keni provuar, keni studiuar, lexuar, keni parë, keni dëgjuar. Tani, si mund të është vonë tek kapërcimi i kësaj faze të protestës, pra për të pasur një lider, për të kapitalizuar, për të kthyer në një lëvizje politike, për të hyrë brenda sistemit, sepse ka 2 javë që po vazhdojmë kështu, dhe rrezikon që të kthehet në monotone. Jo, as pak. Shikoni, protestat e 1980, demonstratat në Kosovë, i filluan edhe ju udhëheqën rinia studentore, do të thonë mosha 19 vjeçare, 23 vjeçare. Kjo ishte dominante. Dhe bën ndryshimin në shoqëri të faktën, shoqërinë shqiptare, jo vetëm se në Kosovë, po edhe gjithë Jugosllavia. Po mbase edhe patë jehon edhe në Shqipëri. Prandaj kjo protestë veç ka arrit efektin e vet. Kështu unë jam kurioz, po them edhe një herë se kush cili nga të rinjt ambicioz do të paraqiten në skenë për të marrë përgjegjësi, sepse koha është për ta. Mirë është jetë nga jashtë apo nga brenda, se po që nga brenda do anatemohet këtu se çdo kush del i lidhur me kënd. Por që do të anatemohet, atë duhet ta ketë parasysh secili që merr përgjegjësinë, për që do të etiketohet, do të fyhet, ato duhet ta ketë parasysh secili që merr atë përgjegjësi, sepse flasim për luftën për pushtet, pushteti është shumë i ëmbël, dhe pushtetsmbajtësit do ta përdorin gjithë arsenalin që e kanë. Deri tashti mediat e afërta të Edi Ramës u munduan t'ia japin ngjyrën fetare. Që
Kjo veç tregon nivelin e ulët të atyre gazetarëve, pra për një Ikim agentët, nuk e di sa shumë i paguan Edi Rama, çfarë pagë marrin, po t'jesh i bindur që unë shumë si unë, nuk do të futeshim në atë lojë për një shumë të madhe. E jo për këto për shumët që po besoj i paguan hyçmetit, thënë kështu. Për t'ja dhënë një ngjyrë, sepse sikur të kishin sukses, ajo do të na hakmirrej për një kohë të gjatë. Zotari, ka pas protestuese çdo natë thirrje UÇK, thirrje për shqiptarët e Kosovës që të bashkohen në këtë protestë, sipas tyre që shqiptarët e Shqipërisë i ndihmuan në kohën e 99-s para luftës, tani ata nuk kanë bërë thirrje që të rikthehen për të ndihmuar përballë kësaj situate. Por më shumë edhe tek thirrjet e kam edhe tek këto, si keni parë? Thirrje brohoritje pa nevojshme, aty nuk po luftohet Serbia, po kem të bëjmë me një, si them, mos pajtim me një qeveri shqiptare, e cila unë Edi Ramën nuk e përkrahi, nuk e kam përkrah një kohë të gjatë, që është e vërteta sa ishte në fillim fare, sa ishte kryebashkiak i Tiranës, shumë e kam përkrah, edhe fillimin kur u zgjodh kryeministër, sepse Berisha u pat bë, si thush, u pat konsumu tërësisht. Por ka një kohë të gjatë që nuk e përkraj, megjithatë Edi Rama nuk është Milošević, aty nuk po luftohet, s'kem nevojë me këto sloganet të cilat mund të keq interpretohen nga dashakçinjt tanë. UÇK-ja e ka vendin ku brohoritet, jo në këtë protestë paqësore, civilizuese. Elementet huaj ju i shmangni, do të thënë nuk i merrni fare në konsiderat në këtë protestë, pra ajo që thotë kryeministri nuk ka vend fare këtu, ose faktikisht betejë përplasjes amerikane që është spostuar në Tiranë? Absolut, po shiko, betejë amerikane nuk është vetëm se në Tiranë. Betejë amerikane është edhe në Evropë. Nëse me betejë amerikane ke parasysh këto zgjedhjet e midtermit. Në secilin, sepse Amerika është bota, pra, çdo kund demokratët janë do t'i kundërshtojnë republikanët dhe vice versa, dhe e kundërta republikanët demokratët. Jashtë kësaj, pra, se do të ketë aty agent nga Irani, nuk po them se ka, po edhe nuk e përjashtoj atë mundësi, se do të ketë agent nga Serbia, nuk po them se ka, nuk kam fakte që ka, por nuk e përjashtoj atë mundësi. Në këto trazira, në këto evenimente, mos e them trazi sepse akoma nuk është, gjithmonë futen njerëz për të parë shansin e tyre. Po unë jam i bindur, të paktën deri tashti, protestuesit në Tiranë kanë treguar se janë politikisht shumë të emancipuar dhe nuk mund të askush t'i manipulojë. Zotari, ajo që ka tronditur ditët e fundit më shumë se sa protesta e qytetarët, ka qenë dhe fakti që një pjesë të qytetarëve, sigurisht jo të gjithëve, fakti që Shtetet Bashkuara i hoqën në ngratën zotit Berisha. Nuk ishim parë dhe dëgjuar ndonjëherë deri tani që kishte ndodhur diçka e tillë. Kjo erdhi në kulmin e protestës, erdhi në një moment që Berisha po mbështeste investimin e Kushnerit, e dhëndrit të Trumpit, por ka ngritur shumë pikpyetje, sepse amerikanët shikoheshin si të pagabueshëm, aq më tepër që realiteti që ata vendosën pra sankcionimi shumë perceptohej edhe nga Iran, nga të majtën Shqipëri, që Berisha është i korruptuar edhe sipas tyre i meritonte këtë, ndërkohë që tani erdhi e papritur që duket sikur e pastroi me heqjen e kësaj. Po shikoni, Amerika është sinonim. Vlerat demokratike, pra këto duhet të jenë gjithmonë, si them, beacon, lampa drejtuese për ne.
por në Amerika mafia, në Amerika vrasës, në Amerika, nuk është Amerika parajs. Vlerat amerikane po, duhet t'i synojnë. Prandaj, këso gjëra ndodhin, e dim kaluarën me Pinochetin, interesat politike, se si janë sjellë. Madje se unë po ju ndërpres, po për të dalë tek interesat që ju thatë, tek argumenti theksoj që për hir të interesave të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra kjo është një interes i Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po, shiko, ajo... Berisha është në interes të Shteteve të Bashkuara i bie kështu. Spari, mirë që është hek, duhet i gëzohemi fakti se nuk ka politika shqiptar që është në embargon e Amerikës. Kjo është përgjithësi mirë për neve shqiptarët, për skenën politike në Shqipëri, sado që mos pajtimit kemi. Po flasim për një ish president, ish kryeminist. Absolut. Dhe për më tepër në moshë që nuk e di, unë i uroj jetë të gjatë, si thonë, sa malet me borë, por nuk i dihet. Është atë moshën kur mund të ndodhë gjithçka dhe shumicja kanë hjek për biografinë e tij. Sali Berisha se menoj që në jetën e tij është mundu të bëj gjëra të mira për Shqipërinë. Sa ja ka arrit është çështje e diskutimit, e debatit është, varësisht kush. Unë po them, një kohë edhe Sali Berishën shumë e kam përkrah, por kemi fazat e ndryshme të jetës, ka herë edhe bëhemi të tepërt. Ekspresion që ndaj Ramës që alternativës unë ja hoqa non gradën. Unë nuk e shoh alternativë Sali Berishën, t'jem shumë i sinqert me juve. Unë shoh alternativë dikë edhe presion dikë nga kjo protest, nga këta politikanët e ri, pa marrë parasysh gjinin, u murë vesh, s'kom nevojë të ashtë. Për çdo herë them politikanen, apo politikanin. Pra, unë presh kjo protest ashtu siç ishte protestat e vitit 90, në thëni që në nëzërën Sali Berishë, në nëzërën atë plejadën e politikanëve të kohës, edhe kjo protest në nëzërë disa politikanë të ri, të cilët do të shërbejnë Shqipërinë mbase dekadën e radhës. Zoti Tali, do kalojmë tek gjysma jonë tjetër me mirë Kosova, situata aty sigur ne diskutuam edhe javën e parë para zgjedhjeve, nuk është se fitoi bojkoti, ajo që ju e keni thënë që pjesëmarrja e theksuat madje disa herë, do jetë ajo që do tërheq më shumë, që do vendos domethënë. Prap jemi në krizë politike, në këtë radhë Albin Kurti kishte njërën, i donte të dyja, tani humbi të dyja. Vështirë duket në horizont kompromisin, ndoshta me LDK-n, Vjosa Osmani ishte e para që shtriu dorën, që tha tani s'ka arsye pse të më refuzoj vetvendosja për presidente, një vetofrim direkt ende pa u mbyll mirë kutitë e votimit. Tregoi edhe një herë atë anën karrieriste të saj që erdhi, mori atë që donte nga LDK-ja dhe tani do mandatin e dytë. Por si shikoni ju skenën politike tani, ndërkohë që në pritje po vjen edhe muaj i korri kur mund t'jetë vendimi edhe për Hagën, për lirimin e katërshes së madhe, ose jo, që urojmë gjithë që t'lirohen. Po, sa i përket dhe Vjosa Osmanit, dhe Vjosa Osmanin e shoh si Sali Berishën, natyrisht kjo më e re, pra është tregim i kaluar. Dhe sa më shumë që të ashtit të hesht, të pauzon, që gjëra të harron, është më mirë për te, është më mirë për LDK-n, është më mirë për skenën politike në përgjithësi. Gjasat që ajo të bëhet presidente janë shumë zbeta, për mos thonë fare nuk ka gjasa. Edhe nëse bëhet, nëse imponohet, atëherë do të tëmtohet posti i presidentit, institucioni i presidentit Kosovës, dhe natyrisht se edhe në këtë rast flasim me vetëvendosjet, do të dëmtohet shumë vetëvendosja.
Arma kryesore e Albin Kurtit ka qenë sinceriteti, është pa si një politikan i sinqert, si një politikan idealist, i cili nuk mashtron, i cili është i kujdesshëm se çfarë flet dhe atë që e thot edhe mundohet ta jetësoj. Gjitha këto do t'i binuj. Pra, gjitha këto do t'i binuj, sepse shtrohet pyetja atëherë, pse mori i beku na çollën zgjedhje. Nëse Vjosa Osmani, ajo ishte president. Pra, gjasat kështu ta vullosim për mos ta fut më në diskutim apo në diskurs të paktën mes meje dhe teje, që Vjosa Osmani nuk vjen konsiderim të bëhet presidente dhe sa më shpejt që ajo ta pajtohet me këtë fakt është më mirë për zonjën në fjalë, por edhe për LDK-n, edhe për skenën politike të Kosovës. Çështja tjetër që mund të thuhet, të them të drejtën, kam prit që mesazhin ta marrin partitë politike, sepse nuk është vetëm se vetvendosja që humbi vota, të gjitha partitë kanë humbur vota. Kush më shumë e kush më pak. Fituesi më e madhja, doli ajo që fakt rrezikonte më shumë, AKEja, Aleanca tashmë me. Po edhe ajo çfarë fituese. Ajo është fituese sepse pragu ul. Jo sepse ju rritën numra. Ësakt, po. Pjesëmarrja, humle pjesëmarrjes rriti. Shikoni, përqindja nxirret edhe në 100. Nëse 100 vetë votojnë, ka përqindje edhe aty. Nëse 100.000 vetë votojnë, edhe aty ka përqindje. Nëse 500.000 vetë votojnë, edhe aty ka përqindje. Pra unë nuk jam, këta munohen dështimin partitë të gjitha që i kam pa, edhe këta të lalët që pa ju dalin në për studiot. Më kujtove pra 13 tha, por është 17 më e madhe. Pra, gjitha po munohen këtë debakël të arsyetojnë me përqindje, që realisht të gjithë kanë humbë. Sa e një dhe besoj që e një Bedri Hamzën, jam i bindur që ai e merr parasysh. Për aq sa e një Albin Kurtin dhe besoj që e një, edhe ai e ka parasysh. Përshti, zotni Avdigjiku nuk e një personalisht, nuk di, po besoj që edhe ai është nuk është aq i nësë me marë parasysh. Çështja është se si do ecim tutje. Me këtë diskurs, duke i akuzuar partitë tjera, vetvendosja i ka humbur 150.000 vota, ne kemi fitu dhe i shija në një nga këto debatet të mërzitshme në televizionet e Kosovës, 2 politikan 3, pa të kaluar, pa hipoteka të kaluarës, dhe akuzonin njëri tjetrin se ju humbët kaq vetvendosja humbi, kaq humbsja më e madhe është vetvendosja tjetër. Pra, sikur nuk e kanë kuptuar disa mesazhin, ose nuk duan ta kuptojnë mesazhin, ose janë ka i trajtojnë votuesit e Kosovës si idiot. Mendojnë se pse e kanë një kamerë përpara aty, dhe mund të brëçkullisin çfarë të duan, sepse votuesi kosovar është aq i ignorant dhe beson. Pra nuk ka ajo që madje edhe shpesh dëgjohet nga disa analistë thënë që politika nuk ka etikë, politika nuk ka moral, edhe ashtu e thënë në krenarin atë. Shit isha po flasun, sa men që po flasun. Jo, ka politika, vëlla. Shembull konkret, para 2 ditë, ministri mbrojtjes në Britani dhe ndërheqje, sepse nuk ju dha buxheti të cilin ai e kërkoi. Fillimisht i kërkoi 18 miliard, ju premtuan 15 miliard dhe në fund ju zotuan 10 miliard, ai dha ndërheqje, tha se programin të cilin unë e kam përgatitur për reformat në Ministrinë e Mbrojtjes nuk mjaftojnë këto, andaj po jap ndërheqje.
kur do të vije koha që ministrat shqiptar, qofshin të Kosovës, Shqipërisë Lëndineze, apo edhe në Maqedoni, të japin tërheqje për etik, për moral. Pra, politika është shumë e moralshme. Por që ne kemi bërë për shkak të akoma nuk po mundemi të dalim nga mendësia komuniste, dhe unë kam parasysh gjeneratat e pjekura në komunizëm, qofshin këta baby boomers, qofshin edhe gjenerata ime X, madje edhe milenium, por kur i dëgjon këto deklarata nga gjenerata Z se politika nuk ka moral, që don moral shkon në xhami apo në kish, e kësivar broçkulla është me të vërtet për të ardhur kaq. I dëgjon në televizion, në televizionin publik, në kohën kështu, në të kohën pik, siç i thuhet, pra nga ora 8 dhe 10. Dhe thashtë paramenon se çfarë mesazhi i qohet një gjeneratës alfa që mbase një 15 vjeçarit që mbase ëndron mu bë politikat. Nga të shteja mësën që politika s'ka moral, apo si që thojnë politika është kur. Jo, politika është shumë e moralshme. Dhe duhet të mëtuar të funksionojnë në një politikë moralshme dhe me etikë. Madje kriteri i parë edhe për shumë nga ata që duan të bëhen pjesë e saj, fillimisht është që duhet lënë moralin për të kapërcyer për të hyrë. Për fat keq. Ajo mendësi është në Ballkan përgjithësi, jo vetëm se tek ne, po një gjë e tillë shihet edhe te serbët, po edhe te kroatët e bosnjakë, këto që unë i përcjellet. Pothuajse është një mendësi uniforme. Prandaj kemi punë siç i kemi, sepse politika është bile është kryesore, politika vendos për reformat në arsim, politika vendos për reformat në drejtësi, politika vendos për reformat në politikat sociale, në ekonomi e tjera tjera. Pra politika është shumë e rëndësishme për të qenë jo e moralshme. Gjithçka është në fundit politike. Zoti Tali, ju në bisedat e shkuara që ne kemi folur, parashikimi juaj ka qenë që zgjedhjet sipas gjitha gjasave do kemi prap në vjesht. Por ndoshta mund të kemi një ndryshim të situatës që mund mos jetë copy-paste si ajo e tanishmja, nëse lirohen komandantët e Hagës, pra mund të ketë një ndryshim sepse PTK-ja ka mbajtur atë elektoratin e vet aty. Gjithmonë kemi pas lëvizje o drejt vetëvendosjes o kthim LDK në këtë aks. Kurse pjesa e PTK-s ka qëndruar tani, nëse ata kthehen dhe rikthehen në politikën aktive, situata në vjesht mund të ndryshojë në këtë aspekt? Po spari uroj që ata të kthehen, sepse që në fillim kanë qenë kundër gjykatës speciale, për shkak të strategjisë që kanë zgjedhur zoti Thaçi. Unë nuk kam komentuar sepse kam menduar që komentet mund ta dëmtojnë atë personalisht. Zoti Thaçi e kam kritikuar për politikën e tij, po kur asgjë personale me atë njerëz s'kam pas. Përkundrazi, Hashim Thaçi është i vetmi që ma ka ofru postin e ministrit të ekonomisë në vitin 2010, natyrisht e kam refuzuar për shkak të aktivitetit tim politik. Andaj i dëshiroj kthim më të sinqert mundshme atij, dhe nuk jam pajtuar me gjykatën speciale, sepse për të bërë një gjykatë speciale për UÇK-n duhet paktën 1.000 udhëheq serb të burgoseshin për krimet e bëra nga Slovenia, ndosë Sloveni më pak, por Kroacia, Bosnia edhe në Kosovë. Shiko, plani patkoji nuk e kanë hartu 2 vetrave dhe ekzekutu 5 vet. Aty është një brigadë njerëzve të cilët kanë marrë pjesë në hartimin,
për gjenocidin ndaj shqiptarëve, për pastrimin etnik dhe për ekzekutimin. Ne e dim se si e ekzekutu, jemi dëshmitar 1 milion njerëz, pos kamerave, inqizineve, tjera. Pastaj, shjeti anomalin, ta zëm, tash e di që me këtë që do ta them nuk do ta dëmtoj zotni Krasniqin për kundërzi. E marrim Jakub Krasniqin. Hajtë për një moment supozojmë se ushtria qëllimtare e Kosovës ishte ushtri tamam e Republikës Kosovës. Pra ishte ushtri me komand, me policinë ushtarake, me gjyqin ushtarak, pra me gjitha mekanizmat që duhet t'i ketë një ushtri. Dhe po e promovojmë zotni Jakub Krasniqi në ministër të informimit të ushtrisë qëllimtare. Pra jo zëdhënës. Si është e mundur në zyrtarisht shifra në cilën thuhet se janë të zhdukur apo të vrarë serb në Kosovë janë 2000, gjësa shqiptarë janë 10.800. Pastaj janë 20.000 gra të dhunuara shqiptare. Ta marim rastin e Pandës, ku sërbë, ushtria sërbe, ushtria flasë për udhëbën, bën krim në sërbë për t'ja lënë në QKS faj, e tjera tjera. Gjatë gjithë kësaj kohe, ministri i informatave ka qenë Aleksandar Vučić. Gjatë gjithë kësaj kohe, ministër, si të them, kolegu i Jakub Krasniqit ka qenë Aleksandar Vučić. Pra, pa u fut në aktivitetin e tij të varret e hebrejve, Sarajevo Safari, pa përmendat famshmën e tij, ju e vritni një sërb, ne do të vrasim 100 musliman, pa përmendur atë fjalimin e zjarrit të tij në Gli të Kroacisë, por vetëm se postin e tij, ministër i informatave, e pranoni si një peacemaker, si një dikush që bën paqe, si një politikan i kalibrit të madh në të gjitha forumet botërore, kurse një zëdhënës i thofshin, se ne e dim se çfarë zëdhënës i ka qenë Jakub Krasniqi, i dim kompetenca çfarë i ka pas në të hallakamer, e akuzoni për krimit luftës. A ka logjik këtë? Prandaj kam qenë gjithmonë kundër gjykatës speciale, sepse nuk ka drejtësi aty. Ka politik, por nuk ka drejtësi. Dhe sinqerisht ju dëshiroj kthim pa u fut në ato konsekuencat që do t'i ketë nëse ata dënohen për krimet luftës. Kam parasysh edhe këto viktimat shqiptare, politike, por zarari do t'jetë më i madh në dënimin e tyre për krime kundër luftës, ashtu UÇK-s, pastaj do të kemi problem jo probleme, po edhe probleme. Më mirë do të thoja, do të kemi sfidat me propagandën sërbe, sepse propaganda sërbe të shti, pa asnjë argument në akuzon për shumë çka, e pastaj do të na akuzoj edhe më shumë. Prandaj unë uroj që gjithë ata atje të akuzuarit të dalin faqebar, të kthehen në familjet e tyre. A i kthehen politikës, mund t'i kthehen politikës, ka vend, bile nëse i kthehet politikës, Hashim Thaçi si i dal i pafajshëm, besoj se edhe politikëvërin do ta bëjnë ndryshe, sepse përshtypja ishte se e kishte barë Hagën, prandaj edhe i bënte disa gjeste të cilat unë nuk pajtohesha. Por si do që të jetë, spari ata t'i kthehen familjeve të tyre e pastaj shohim e bëjmë. Sa i përket zgjedhjeve të radhës, akoma nuk po i dim votat e Mërgatës, por nëse... Ka vajtë 50 deputet lëvizja vetëvendosje sot. Po tash kemi një, si them kështu, një pasqyrë, por jo saksisht.
të presim derisa votat të njëjtë. Koalicioni është i domosdoshëm për presidentin, se qeveria mund të formohet. Po dakor. Jo, atë që deshta ta them është se akoma nuk po i dim rezultatin final. Po sido që të jetë nëse është ky rezultat që po supozojmë, po pajtohemi pak a shumë, mbase për një deputet më shumë më pak, apo 2 deputet, apo 3 deputet, do të jetë ndryshimi. Nëse opozita, ish opozita, se të është s'kemi as opozita, po nëse ish opozita, flas për AK-n, PDK-n dhe LDK-n, ja arrin të bëjnë qeverin, do të bëjnë. Qoftë edhe me listën sërbe, sepse edhe ashtu lista sërbe është pjesë e qeverisë. E kemi me kushtetutë, është obligueshme që partia serbe, përfaqësuesit serb të jenë pjesë e qeverisë. Do të bëjnë qeverinë për t'ja marrë pra kompetencat Albinit, edhe duke patur parasysh se nuk do të mund ta zgjedhin presidentin pa vetëvendosjen. Pra, edhe duke patur parasysh se do të shkojnë në zgjedhje, nëse atë i arrin me bë atë të zgjedhje do të jenë fundi nëntorit, fillimi i dhjetorit, asesi fundi i dhjetorit. Mund të jetë edhe mesi janarit, por jo fundi i dhjetorit kur të jenë pushimet e krishtlindjes dhe vitit të ri. Pra kjo është një skenario më e mundshmja. Tjerat shohin, nëse mund të bëhet koalicioni vetëvendosje PDK, që është një sfidë shumë e madhe, për shumë arsye, është problem. Por edhe nëse ashtu siç thati, se do dalë faqebardh zoti Thaçi me zotin Veseli, përsëri do të shkohet në zgjedhje. Pra gjasat për mos shku në zgjedhje janë më të vogla se sa për të shku. Qoftë me kthyrjen e udhëhesësve të PDK-s, për shiti anomali në mes të fushatës, në vend se ta përkrahnin zotin Hamza, eksponent të PDK-s thoni do ta sheh kur të kthehet kryetari i Thaçi, kryetari i Veseli. Ata vetë domethënë janë të ndërgjegjur që kanë një teknikë atë. Po ja i binte që zoti Hamza nuk është kryetar, e kemi kështu veç sa për të thënë. Gomë rezervë. Drejtimi bëhet drenic, vetëm sa firmosen. Po nuk bëhet ashtu fushata. Nuk bëhet ashtu fushata. Pastaj deklaratat e panevojshme të zotit Lyshtaku, që duke ditur se vetëvendosja do dalë fitues, dhe pa vetëvendosjen është vështirë të zgjedhet presidenti, jep të deklarata panevojshme, acaruese, që të shti i ka fut në siklet edhe PDK-n, edhe nëse ata të cilët duan të bëjnë koalicion me vetëvendosjen, flas për PDK-n, që janë disa aty, zoti Haliti o deklaru, nëse s'ka bëj, më duket se u deklaru, po tashti po japin deklarata shumë që ai e përkrah një koalicion me vetëvendosjen, por si t'ja bëjnë tashti me zotin Lyshtaku dhe si të tillët, që nuk është vetëm se ai, ka dhe shumë të tjerë që janë deklaruar ngjajsh. Apo megjithëse me AK-n edhe ashtu nuk zgjidhet problemi në mes koalicionit mendoj VV AK, por si do të bëjnë ata koalicion me Albin Serbin? Ashtu vetëm Ramushi bëhet president. Këtu pastaj harrohet ajo pjesë. Albin Serbia shka shndrohet në Albin Shqipërinë? Dalim tek ajo që ne nisim te politika ka apo s'ka moral pastaj. Se edhe Vjosa, edhe Osmani
Pasi unë mbyllën kutit, sa të dalim të madh me zotin Kurdi, na dallojnë gjëra. Shikoni, unë zdi pse politikanët kosovar, po dhe ata të Shqipërisë, po dhe ata në Maqedoni nuk e shikojnë rastin e zotnit Haradinaj. Zotni Haradinaj, thëmë është Adem Jashari i gjallë. Nëse dikush e ka mbajt luftën, e ka mbajt zotni Haradinaj. Pastaj dy vëllezër të vrarë në luftë, me pushndorë. Do më thënë, në aspektin patriotik ne mund të themi çfarë të duam zotni Haradinaj, por ai është Adem Jashari i gjallë, nëse mund të thuhet. Dhe sjellja e tij politike ka bërë që ai gjithmonë të luftoj për plak. Pra, nëse Kosovarë, dhe thusi Kosovarë, gjithat sakrifice dhe ja njohin, por për shkak të sjelljes së tij politik nuk e kanë shpërbly. Çka presin këta tjetër se kam qa? Dakord, kam parasysh strukturën, ja arrit të bëj një strukturë, si që bënte zotni Thaçi dikur, ishtin ta që gjitha ato partit të vogla, partit islamiste, krishteniste, demokristiane, drejtësin, fjallën e tjera, por nuk shkonte më shumë se 37%. Prandaj nuk është se morali, nuk është etika, nuk është e nevojshme në politika, por nuk është e rëndësishme, shumë e rëndësishme dhe shumë e nevojshme. Unë them, shembulli më i mirë është Ramush Haradinaj. Nëse ati njeriu mbas gjithë asaj vepre, sakrifice të bërë, nuk e kanë shpërbly votuesit për shkak të sjelljes së tij në politikë, çka po pritni për ju tjerë? Mendoni se ma shumë do t'ju si them, tolerojnë? Nuk o toleru Ramushi, nuk tolerojnë asje. Kështu që t'i keni mend se çfarë sjellje bënin në politikë. Shumë është me rëndësi morali, etika dhe imazhi të cilin e krijoni. Kjo vlen sidomos për Albinin, se sikur ka fillu fama t'i bie në kry. Ju e njini për te asaj që duket. Zoti Tani do ta mbyllim siç është bërë traditë tashmë në këtë bisedë me situatën gjeopolitike. Tashmë ne nuk kemi vetëm SBA-n që gjithmonë çdo javë thotë jemi më afër një marrëveshje, por kemi edhe Iranin, ishte ministri i jashtëm që tha po këtë radhë jemi më afër se kurrë një marrëveshje. Tensionet me Izraelin, përplasja e Trumpit me Netanyahun, në marrëveshje përfshihet edhe Libani, ndërkohë që Jo, Libani si pas palës izraelite, Libani nuk është përfshi. Se s'ka me çfarë merret me trajtje. Prandaj marrëveshje nuk ka. Por është shumë më interesante që po ndodh në Ukrainë për neve shqiptarët, se sa çfarë po ndodh në Iran. Në Gjirin Persik hiqe naftën, cila po na prek çmimi i naftës, flas për benzinë, petrolin. Për ndryshe, shikoni, unë në vitin 1999, përkundër faktit se ishin zgjedhjet në Izrael, Netanyahu u çu dhe i mbrojti atë bombardimin e Serbisë, madje pati edhe një fjalim shumë prekës. Ne të cilët e dim Holokaustin e tralala, dhe ndihmën e parë të cilën e kanë marrë refugjatët në Bllase ka qenë nga Izraeli. Njëjtën gjë e bëri edhe Baraku, Ehud Barak, i cili e mposhti në ato zgjedhje Netanyahun si lideri i opozitës, doli edhe e përkrahu bombardimin e Serbisë me një fjalim pothuajse të ngjashëm. Dhe pasi që mori, nëse s'gaboj, nga qershori ai u bë kryeministër, pra
u bë zëvendësimi i qeverisë, vazhdoi në atë frymë. Irani e kundërshtoi bombardimin e Serbisë. Pastaj e tha dhe atë broshkullën se ne jemi që të ketë kujdes Serbia kundër dhunës ndaj popullatës muslimane, bla bla bla. Por ishte kundër bombardimit të Serbisë. Kjo vlen për sidomos shqiptarët e Kosovës edhe të Maqedonisë. Pa bombardimin e Serbisë nuk do të kishte as ushtri çlirimtare kombëtare, flas UÇK të Maqedonisë, sepse u desh së pari Serbia të bombardohet, të fitoj UÇK-ja në Kosovë, e pastaj të krijohet UÇK-ja e Maqedonisë, dhe të fitojnë ato të drejtat të cilat akoma sun po munden të implementojnë. Pra, kjo vlen për islamistët e Kosovës, sidomos Kosovës të Maqedonisë, por edhe të atyre që i kanë dy kokra mend në Shqipërinë lëndineze. Prandaj, kur të flasim për luftën në Gjirin Persik, duhet të kemi parasysh gjithmonë këto. Unë jam kundër politikës së Netanyahut që e ekzekutoi në Gazë. Bile vjetë, kur u bëje njëra nga protestat më të mëdha me kolegë të mi të punës, që janë hebrej edhe ata, marrën pjesë në atë protestë. Ishte masive në Londër. Pra, ta ndajmë antisemitizmin nga politika e Netanyahut në Gazë. Unë nuk e përkraj atë, është dhunë, e kam përkra fillimisht hakmarrjen e tij ndaj Hamasit, por pastaj kaloi në thjesht brutalitet jo njerëzor dhe nuk duhet përkra, thjesht. Pa marrë parasysh se me një paqe, themi, disa vjeçare, pastaj gjeneratat do të dalin, pra riziku që pas disa viteve të dalë një Hamas tjetër, por gjithë nuk janë Hamas atje. Gjithë ata fëmijët që pësuan pa nevojë, gjithë ato nëna shtatzane, kanë mund të lindin fizicient, çka di unë atje, shkencëtarë të cilët do të ndihmonin njerëzimit e tjera, tash mos të filloj me parashikime se çfarë mund të dalë nga këta fëmijë. Të ke fundit, dikun e lexova, ishin mbi 100.000 viktima, shumë të fëmijë nga kafshimi i gjaknit në këto viset rurale në Azi në Afrikë, sepse kanë zbatur shkelin, tash çfarë të bëjnë? Ti vrasëm ka i gjaknit, sepse ekziston rreziku që ti kafshojnë fëmijët e pafajshëm. Pra, Izraeli duhet, atë që deshta ta them, Izraeli duhet të jetojë edhe me mundësinë e rrezikut që në vitet e ardhshme t'i lajmërohet një Hamas, por ai rrezik nuk jep të drejtë që të bëjë gjenocid në Gazë, kaq. Tani falenderoj shumë për bisedën edhe çështjet që trajtuam. Deri në fundjavën e ardhshme uroj që të kemi zhvillime pozitive dhe ndoshta edhe një zgjidhje të kësaj situate në Tiranë, edhe sigurisht edhe në Prishtinë, që atje duket sikur është çik më vështirë. Të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi për atë dëshirën tonë për Tiranë, e themi nga goja jote në vesh të Zotit. Amin. Inshallah realizohet shumë shpejt. Të falenderoj shumë. Përshëndetje. Mirupafshim.